Ndër ata që nderuan kryetarin ton me fjalë të mëdha pas vdekjes, ishin dhe ata që e ngritën dhe ulën tradhtar. Pse takoi Slobodan Miloševićin gjatë një aktiviteti ndërkombëtar në Selanik dhe për plot të tjera që nuk ja vlen t'i kujtoj. Unë e kam dëgjuar prej tij bisedën me kasapin e Beogradit dhe nuk e kam idenë nëse Fatosi e ka lënë të shkruar diku. Por jo vetëm që në atë takim dhe në atë bisedë nuk ka asgjë prej tradhtari, po kur një ditë të dalin si duhet në dritë, fjalët e thëna në atë takim, si dhe takimet, bisedat dhe bashkëpunimet e Fatos Nanës me patriotët e lëvizjes kombëtare për lirinë dhe drejtat e shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni, atëherë askush, dot askush nuk do të mund të vërë ndyshim se kontributi patriotik i kryetarit themelues partisë son për shlirimin e Kosovës dhe për nënshkrimin e marrëveshjes Ohrit e rendit Fatos Nanon në rreshtat e nderit të historisë Shqipërisë.